Unë jam Dok Markaj dhe kam nderin të jem kandidat për qytetin tim, Lezhë. Qytetin ku jam lindur, jam rritur dhe kam mësuar çfarë do të thotë të punosh, të besosh edhe të mos dorëzohesh kurrë. Faleminderit. Isha ndër të parët që ju bashkova thirrjes së Agronsheajt. Në fillim ishim pak, një grup i vogël njerëzish që mblidheshim edhe flisnim si të barabartë. S'kishim as zyra, as struktura, madje as emrin e partisë. Por sot kemi zyrat tona në gjithë Shqipërinë. Kemi strukturat tona në gjithë Shqipërinë. Kemi kandidat të zgjedhur pa pazare, por me besim. Dhe kemi një emër që na përfaqëson. Partia Mundësia. Kjo do të thotë se po rritemi çdo ditë, po rritemi sepse njerëzit kanë filluar të na besojnë përsëri, po rritemi sepse jemi ndryshe nga tjerët, nuk i kemi bërë gjaskujt, përveç qytetarëve që na japin besim. Unë dhe çdo kandidat i Partisë Mundësia do t'i shërbejmë këtij vendi me ndershmëri dhe dinjitet. Sepse Shqipëria ka nevojë për ndryshim, parlamenti ka nevojë për fytyra të reja, për njerëz që nuk shiten dhe nuk i nënshtrohen askujt. Shqipëria ka nevojë për një kryeministër të ndershëm dhe punëtor si Agronsheaj. Unë jam rritur me punë dhe besoj në punë. Ju premtoj që nuk do t'i ndahem punës kurrë. Dhe ju premtoj që do punoj për Lezhën me gjithë shpirt. Faleminderit. Faleminderit shumë.